Arritjet e punës së SPAK, por edhe problemet me të cilat janë përballur prokurorët e posaçëm gjatë vitit 2024 u prezantuan para Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga kryeprokurori Altin Dumani. Para nisjes së mbledhjes, kreu i SPAK u shfaq krah një përfaqësuesi të ambasadës amerikane në Tiranë dhe një prokurori të optat, të cilët ishin të pranishëm teksa Dumani bëri balancin e punës për institucionin që drejton, i ulur krah dy zëvendësdrejtorëve Adnan Xholi dhe Klodian Braho. Në nisje të prezantimit të raportit për vitin 2024 i depozituar edhe në kuvend, Dumani ngriti shqetësimin për sulmet dhe presionin e adresuar në drejtim të SPAK nga krimi organizuar, aktor politik dhe mediatik. Problematika e parë që ka shoqëruar punën e SPAK gjatë vitit 2024 ka qenë presioni i jashtëm ndaj institucionit, i gjendur shpesh edhe në mes të sulmeve apo të debatit. Problematik tjetër është vijimi i mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. Mungesa e këshilltarëve ligjor pranë prokurorisë së posaçme. Për të përballur presionet, Dumani tha se si zgjidhje ka gjetur edhe futjen e tij vetë apo të grup prokurorëve në një çështje të caktuar, ndërsa nuk e fsheu mirënjohjen për reagimet e KLP-s dhe në këtë drejtim një falënderim të veçantë e kishte për Policinë e Shtetit. Nga raporti 106 faqesh, Dumani veçoi shifrat kryesore të një viti pune, si 33 zyrtar të hetuar për korrupsion, goditjen e 2 organizatave kriminale si dhe sekuestrimin e 10 milion euro kriptomonedhave. Janë në metim 33 ish zyrtar të lartë, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili. Nga këto 33, 19 zyrtar janë dërguar për gjykim në gjykat, duke përfaqësuar 52.9% të rasteve. Në vitin 2024 janë 10 funksionar të lartë publik për të cilët ka pasur vendime të formës së prerë. Nga ana tjetër, numri i personave të dërguar në gjykat përbën rreth 35.2% të totalit të individëve nën hetim. Hetimet e vitit 2024 tregojnë se korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet përmes skemave të sofistikuara dhe faktorë si ndikimi institucional, përfshirja e rrjeteve kriminale dhe pastrimi i parave rrisin gjithashtu nivelin e. Ndërkohë, gjatë raportimit në KLP, Dumani theksoi se në faqen e hapur për krimet zgjedhore ka patur raportime për raste konkrete. Ai vlerësoi gjithashtu dhe bashkëpunimin e ngushtë me Prokurinë e Përgjithshme, Policinë dhe KQZ-n për këtë çështje. Ndër të tjera, kreu i SPAK nuk la pa përmendur edhe faktin se po i jepet fund pandërshkueshmërisë nga ana e prokurorisë së posaçme. Ligji sipas tij po vepron ndaj çdo personi pavarësisht me sa pushteti është zhveshur, sikurse edhe ndaj krimit të organizuar.